Të nderuar shikuesi, ju përshëndesmi kudo që jeni. Jeni gjithherë me emisionin tonë Vlerat e folklorit në DTV apo Darsma TV. E kësaj radhe, për të realizuar këtë emision, jemi, duhet me thonë, jashtë kufeve administrativ apo luan që shqyqujmë ta kufe që i kemë me Shqipënjën Marvëlla. Ti mas mirë jo the. Jemi në Tropoj, apo jemi në fshatin Sopot, marsinë e Tropojës. Jeni në familjen e Murat Regjaj të Ndjerit, për ndryshe Hata Regjaj, e zonja shtëpijës, teze e luftës. Lidhet ky emën me bisedën në vazhdim që do ta bëjmë me tezën e luftës, por edhe me kunet të saj, me Halilin, edhe me Agim Regjaj. Mirë se ju gjetëm juve në tur, ka herë e kemi prit një emision me kënaqësi ta bëjmë në këtë trevë e sidomos familjen e juaj. Mirë se erdhëm. Mirë se ke ardhur. E faleminderit shumë për jush. Faleminderit juve për bujarien, për respektin dhe për mikpritjen. Faleminderit. Pra, siç po shihet është një emision, s'po them jo i zakonshëm, larg asajna, por diçka i veçantë për emisionet tjera me një zoj, apo një non, apo një motër, apo një tezë e luftës, me kunet të saj, mungesë të djemve, që janë Mergim, Meritoni edhe Edmondi. Pra, prezent janë edhe familja e Halilit, edhe e Agimit të jenë bashkërtet të tyne, ka shpreh dëshirë që në këtë emision jenë të filmum, apo të janë pjesëmarrës, sepse flitet për një kontribut jashtëzakonshëm të tezës luftës dhe të kësaj familjen përgjithësi, që në vazhdim vërtet do të keni rast të njihni, sepse koha i tregon njerëzit dhe koha nuk po them i zbulon, po i qet në pa. Unë do t'i lexoj vetëm 2-3 fjalë thonje, të kaluarën e vlerëson historia, të tashmen duke përjetu, të ardhmen e vlerëson koha. Tash 20 vite kanë shku pas lufte dhe kontributi i dikuj nuk shifet as shumë. Për fat keq, po për fat mirë jemi televizioni parë me emisionin ton që e vizitojmë këtë familje. Faleminderit. Emnin teze e luftës, këtu po fillojmë. Faleminderit. Teze e luftës. Faleminderit. Kush ta laket emnin? Unë kisha një hall time në Kosovë, në Osek. Atje halla ime gjithë i kishte djelt në luftë. Po. Ta djelt vishin këtu knena, kufinin dhe luftonin. Në vitin 1998, djelt e hallës time kanë bojt armatim në janor për lorat borës edhe kanë qitë në padesh me makina edhe kanë shku me K5-6 automatik, Luani, Corni edhe ka qenë Demiri edhe kanë fut armatim, halos kishte fillu e lufta akoma në atë vakt. Edhe këta djelt bojshin armatim. Aty më thërshin edhe këta djelë që ishin me Conin dhe me Luanin, më thërshin të gjithë teze si ishin me tonë. Atëherë nuk ishte fillu akoma lufta. Luani, ty të ka teze kështu? Po. E natyrshme, originale. Po. Luani i Morinës. Po, unë jam i Morinës. Bashkë qika hallës time e ka bu. Bashkë qika e hallës time e këta. Edhe na u lidhe me këta djemë dhe këta vojza këta vishin këtu, i murën atëherë, erdhi, filloi lufta, këta erdhen nga Vegan Curi. Kem të emni, tash këthemi të ajo fillimi i veprimtarisht juve, kontributit t'ju. Teze, domon, Leoni edhe të tjerët vazhdimisht kanë thirë si teze. Dikon e kanë thirë motër e luftës, dikon non e luftës, mbarët qysh i ka met emni apo qysh i kanë titulue. Po fillojmë me kontributin e ju, cilin jashtëzakonisht e keni dhonë këtu, ju si familjen përgjithësi. Cili vit edhe cila kohë ka qenë kur keni fillu të vinë celulat e para? Në maj të 98 kemi fillu e këtu kanë ardhë djelë të ushtrisë, ishte 9 e erët, kishtë vënu traketi shumë, edhe këtu vinë djelë në Sopot. Vjen Demiri, me disa me një Alin, me një 17 vjetë, vinë 2 Skodat Loqit, edhe vinë edhe 2-3 makinat vogla. Aty ne nuk dinim se qako, vjen djali, ish bon uranon e gjysë 10 e dorës, vjen djali vogël, Meritoni, nuk është vogël 18 vjeçar ishte, thot mami, është Demiri, thot,
me do tjerë, thot, edhe po lypin vend, se janë shumë shi, thot, edhe nuk mujnë me dalin pa desh Skodat. Thot, a mune me i afru ndim të mjes? I thot, babi vetë po bjeri, Murati, edhe vinë këtu, edhe thonë, na do flejnë në Skoda, do rrim në bërë, vetëm truj marmatimin e gjonat. Kur u që mjes, kësa u zbardrita, ata fjetëm buk, kishim për i familje 4 vjeqe, nuk kishim gjitha buk, murëm të këta vllaznit e burrit, loj buke, më ledhem jo bom do makarona, kos zvezë, se isha dhe urë të vona të darkës. Nesërt kur deshten me ik, po marrin çantat gjonat, valigjet e veta, ju thot burri jem që ju sajrë t'ini ngusht, hajdeni, byrni, rrini këtu, po desht krejt. Edhe leni çanta, tha mos i merrni, po rrini këtu. I morën Skodat, gjonat, edhe iken atje, i lanë çantat, senet, edhe fillon atër erdhen cani, luani, këtë ton, ershin e flejshin tu edhe të ton, edhe banë bazë ushtërije. Njën të fillim, si gjitha familjet e Tropojës, nuk ishim familja se varfër, pa se pasur nuk ishim. U munduam me sa kishim mundësi, me roba që kishim, ja u lirum krejt shpin, kishim 4 dhoma këtu në shpi, edhe 2 jashta, ja u lirum. Ata furnizohen me armatim, furnizohen me ushime që ka ju deshte, fjeqin për gazep, fjeqin jashtë, ku mu ishin mren, na mundum gjithë me çdo gjë me ta, i u lanim rrobat, ju kthenim buk në këtë shtëpi, ja u lajshim rrobat, ja u kthejshim buken. Burri jam i nimojke gjithmonë me, se veshin edhe disa nga diaspora të ri, i u nimojke në armatim për me përdor automatikin, me kështu, ka pasir që edhe në shkrep po doshje, fatë mërësisht kena pështu, nuk kena pas në i problem, po na kena një respekt shumë të madh për ata djeli për ata vojza. Këtu ka qenë si fillim me pak ushtarë. Këtu kanë qenë strehum për armatim. Këtu kanë qenë strehum për fjetje, për larje, për ushqim. Deri në sa ushtarë kanë ndodhur që janë të bu edhe janë bo këtu. Ka pasirë që janë bo vazhdimisht 50 që janë nuk ullke. 50 ushtarë ditë. 45-50, po edhe 100-200 ka pasirë që janë bo. Ditë që kanë fjetë, të në dhomat janë konë blokume, ka pas edhe jashtë këtu, edhe në solet mund të i për. Se fuqin dyshek, ta dyshek që këshin me zinxhir dhe flejshin. Se veshin nga diaspora, ka qenë komandant Ganinuja, edhe Demiri, kanë qenë Naimi, Shabani Idranis Shaban Goshi, Naimi, Tomori, Bekimi, kanë qenë Luani. Po na paraprakisht i kërkojmë faljet gjithve, që ose diken s'ke mujt me përmend gjithë emnatun e aty në njerëzve kryesor. Kanë qenë vajzat, burbuqja, mërgimja, kanë qenë lushja, kam pas dal bile 2-3 herë, kam pas ro dhe me lushën, kena pas larë roba këtu të lumi, e me vajza se ishte... Nale, vetëm pak, atëro robat i keni la me dorë krejt. Me dorë krejt se... Makinë të lojnë mes, dhe sukur ta kishe gjitha të ushtri, nuk mune përballojshim. Së ne përballojshim. Kjo kunota ime ka qenë e ardhën e nuse, kjo kishte 2 fëmijë e vegjel, edhe shumë herë jo lënshim ushtarëve fëmijët, edhe ndihmonte te buka, ndihmonte jashta, edhe e çik tallë se kisha këtu pator nëne e Luanit, edhe ajo pator këtu. Edhe ajo najti do kohë me ndihmoj edhe ajo, edhe qikat e luftë na ndihmojshin gjitha, u mbledhshim e bëjshim buk, i lojshim ushtarët. Po shumë e vështirë ishte se gjitha rrobat nuk ishe kuti paloje. Një kuti kartoni i palojshim, 100 palë çorap një vend, 100 palë triko, xhinsa gjona, edhe kur vike çdo njeri i marrke gjithkush, spytke ashtë i këti ose ati, vetëm i veshke, edhe dalke në luftë. Burri, domon me zamërgjersine e tina ju ka leju i ndjeri. Po. Murati ju ka leju, domon nuk keni pas pengesat të burave të familjes. Asi penges bile për kundrazi, këta djelët kërë nishin dark, shumë herë Gania dhe Luani ka ora 11 e nocë, u nishin me shku në kufe me ato që kishin me pushk me dylbije, me snajperë, që kishin ku diune, po me armatim, dalshin edhe në kufe. Edhe ju thonë shaun e më herë, pse po shkoni kaq vonë? Burri jam thonë ke lej grua, se i din vetë ato punë se janë ka shkuar në tajnë orë për i qëllim këtu. Djem të çfarë roli kanë lujt? Djali vogël nuk u ndojke nga ta. Gjithë
shkojke Gania me makinë kun, shkojke në Padesh, shkojke në Kërnoj, shkojke në Hoxhaj, shkojke gjithku. A ishtë në timon më shumë i nejke a i në timon se sa Ganin, se pak kur në komandanti, kur u vra të morri pak u shgënjë, mu mërzit e me fjetë, të morë gashi, se a ishte nga diku nga peja, a i në u vra, na erdhi pakesh se në u vra mrena në gash, u vra, edhe aty atërë fillojke ma shumë edhe djallë jam shumë herë në timon, shkojke në ta. Meritani në timon shkojke. Mundi në ndimojke këtu në gjdo gjanë që kishim se kishim shumë punë se ishte 3 herë shtrejke një tavalin në drek. Një tavalin jo, mi shemon në tokë, shtrejke me hangshim. Ushqimin, kush u fornizojke me ushqim? Ushqimin e ka prun Gania me Demirin. Makarona oriz voj shiqer kanë prun. Mune qumshtin, djathin, vezën, dritat, ujtë, shpin, kanë qenë të minjat. Po, edhe ata tyne e në kom. Ato shqimin që kanë pru, ju kini pregaditën. Po, i kom pregadit gjitha. Bukën vetë i kini bos, ka pas bukfure. Jo, bukfure vitin e porë këna gatu në shpe. Po. Krejt. Edhe vitin e dytë, kanë ardhë atër, viti porë ka qenë shumë i fështirë për luft, s'kanë pas asë të një hermish, makarona, voj, oriz, një vezë, një buk me i grim marmulat, me një gjanë, shumë thjesht kanë hangër, kanë dollë, as kanë pas roba, as kanë pas as të një kusht vitin e parë shumë. Plagosin e ty, ju i këni ndihmu? Po, plagosurit vishin nga lufta, plagosur i mjekonim këtu kur kishin nëj plag të vogël e nëj gjanë, shkonin në qytet në Bajramcur, shkojshin edhe na atje të i sohik për në një rënd, një bekimi Gjikës Hall, ka pasro në Morin, sos shumë vro këtu në Kryja, i pa shku në Tiranë, me aeroplan. Disa tjerë edhe këtu na ishin, kishte u mërzitësha shumë, kishte ngjarje shumë këshia, kisha djemë që kujtuat Njës për luftës janë këthyje. Janë këthyje kishte po, shumë gjanat vështira ishin, i kalojshe kur është nuk është ndoshta pak jo absurde, po sjellet e ushtarëve kanë qenë nivela, po. Shumë të mirë. Ju kanë respektu shumë si motra, si... Më të mirë, e vajza më të mirë, më të respektushme, me mos dashëm, s'ka pas kundë se me kanë. Kur televizori një stacion lujtë se kanë pa të vetë. A më të edhe në bisedë edhe jashtë a kamerave, kur ke full për plagosnit me ata, ti i kelshu edhe lëtë edhe ende, apo shën lëtë për ata djemë. Shumë, jam mërzit për ta shumë, kanë pas për ma, sidomos të morrit kur erë këtu, u mërzita shumë për ta. Edhe më thanë që teze duhet me shku se zban të spitali, edhe pse ki punë shumë, thanë se aji vetëm ty po të kërkon edhe dojnë. Se thonë ke du uj teze dojnë edhe sytë i kishtet mshelun edhe trupin se levis kja atot. Edhe shkojmë në mes edhe i bilë lëtë tu për djantë. Edhe i për cilin me avion u mërzitëm shumë qajtën gjitha vojzat se ishim të qëkës, djemë, të mërzitëm shumë se ishte djalë shumë i mirë. Fatë mërësisht shpëtoj, po i paralizu më është edhe sot. Apo, a? Cili ishte aji? Të Morgashi, është në... Të Morgashi, po. Të Morgashi, e përshëndesmi shumë që ose... Edhe ne përshëndesim shumë Ganin, të morrin dhe mirë, djelë shumë mirë, fanolit të gjithë. Djemë tjerë që keni t'jujt, i përshëndesmi me emna gjithë, diresht, mundi mi përshëndetëm. Jo dësi kunet të tezës, nuk ka qenë let, edhe jo kontributi, për angazhimi jo nuk o koni vogël, në këtë familje, edhe nuk o konë letë sepse jeni afer kufinit, të jeni konë edhe të rezikun, po, halet edhe agim, hajde kështë në bisedi, lutëm. Masë vërdet ajo punë që është kanët në likume, edhe po neve u bëm një të thush. Si ushtarë të uqëkës, si vlazën, si Shqipni, Kosovë, edhe mirë pritjen e tëna lidhjet me i fjale kështu që u afërmetu më bon një dhe u dënësën për... Së kujtë ishim vlazën. Me krejt ushtarët. Me krejt ushtarët. Me krejt ushtarët. Me krejt ushtarët. Thonë që në vetit nuk kena dalim kur fare, veç o bura tanë zbashke. I lazi, lavi yti, lavi i dëshmorit. U banku në Kërnoj atje, shkojshin edhe atje armatim, shkojshin kualt me armatim edhe shkojshin në Bjeshk, edhe kjo atje kishte zdi sa ushtar, po shumë ushtri ishte shumë se vishin nga diaspora dhe u deshke me i pregadit ka një javë, 2,
15 ditë, diçka për me mësue me për automatik, për pushk, për gjona, me përdor, edhe shkojshin atër për luftë. Edhe ky ka bon kontributin e vetë. Edhe vllavet dëshmor, edhe ajo koni kyçën, Zenoni ka qenë përbajtjen e armatimit si ka punë nga Tirana në qytetin Bajramcurit edhe ka quar për Kosovë me ushtarët të ushtrisë shlimtare të Kosovës. Me një fugon FAUV ka pa qenë, e kanë papu ushtria shlimtare e Kosovës dhe e kanë pa bon shafer për me i transmitu gjithën. A i ka qenë edhe në Morin, gjatë lusë. Ka qenë me këta, me Shaban Demirin, me Can Demirin. Luan e ke njofti. Po, ajo është doja jam, doja e nonës. Po, hajde tregona pak mirë. Ti je dëshmitari kësaj familje, sepse ke qenë këtu edhe gjatë luftës edhe i ke njoftë edhe para luftës. Edhe një kontributin e kësaj familje. Po, kjo është një prej familje të Malësisë Gjakovës që kanë kontribu dhe kanë dhonë shumë për luftën e Kosovës. Edhe këta ishin dajtë e mi, dajtë e nonës të amishin. Bravo. Edhe si den e las, den zinon, tezën hot, si i ka njofë si tezja hot, dhe më thonë i ka njofë në përmjes nërë, se në anë i thërshim tezja hot edhe krejt tjertë i kanë thirë tezja hot, den e las ashtu. Për këtë familje edhe për familje tjera që janë Malësisë Gjakovës, nëse folim një vjetë është pak. Shumë e vërtet. Se kanë dhonë shumë, edhe kemi bo pak për ta. Kështu që inshallah mundin s'ja u ka hub Zoti edhe s'ja u hub masna edhe ju del në dritë. Këtu edhe një lloj i Halitit, a? Po, aty ishte pranvera e vitit 1998, kishte ardhur këtu. Vetëm ti prezentoj, Ilaz Hoxha, Lon Salihu, Halil Rejaj, Halit Avzija i Spolic, Agem Rejaj edhe miku im shoku Haxhe Morina i Ravesit, Rajokës. Përndryshe ju ti në Morin jeton edhe Halitin Gjakov. Unë i falenderoj publikisht edhe ndoshta edhe në fillim të emisionit është duhet policinë doganore jashtëzakonisht na kanë prit mirë edhe qaq na ka dhënë kurajo kur kuptuan se për shka qëllimin po shkojmë edhe për shka po vim këtu. I falenderoj tej mose, kjo fal Zotit, fal gjakut dëshmorëve, fal njerëzve cilët kanë kontribu për ditën e sotit. Ta zomë si tezja me familje, njerit buri saj e djemte. Mondi me të pak. Mondi gjithë ditën ishte ma kështu për në shpi. Po. Edhe rrit në gjithë ditën të shtru, ju një mojke me shtru të valinat, të end, të guzhina, më ndihmojke këtu, me të shtratnijet, sa ata i këshin mjes dhe nuk u binte ko me lviz dyshekin e vetë, ose batanien e vetë, ose diçka se i këshin mjes në 4 mjesit, ata ishin edhe veshën dorkave vonë, edhe i rregullojke gjitha, u mundojke në çdo gjë, dalke te oborri atje, ndihmojke këtu rrethit shtëpisë për çka kishin këtu. Ujtë e kishim, drita shumë nuk na rrishin, e dushin e kishim, po ujtë ishte shumë me problem. Edhe shumë herë bëj kishin ujë edhe me kështu mushin, kishim një cisternë 500 kg, edhe mushin me krah, burri jam edhe djali mushin atë cisternë me krah kur kishin nevojë kështu. Po ata djel nuk, për ata djel të ushtrisë është pak me fol, ata duhet me fol shumë e shumë, edhe kanë pas hallë shumë, edhe djel që nuk vlerësohen me asnjë gjë sa do të folsh për ta. Shumë djel të mirë, shumë vajza të mira. Faleminderit për juve, faleminderit për tyne që kanë lënë kujtime të mira në sjelljet e tyne, Shumë djel të mirë, shumë vajza të mira. Ju dy kunotat. Çush e keni përjetuar situatë këtu, ju lutem? Kena përjetuar, keq e kem përjetuar, se nisshim i përcjellshëm për në luftë, arshin Gjakosën, kur e lajshëm me që të kunat rajshëm të lume lajshëm gjakin e tyne, një qëndër këna kajt, është zhjan gazep, me të najt një javë ditë dhe ditë të shpia, dhe mi përcjellë mos me të ardha, ose me marrë vërë si kanë drek, zhjan shumë përjetim i zorshëm konë për një. Kena përjetu shumë keq. Haloj përmenim, ka raste si me shumë kena majt lidhje, kur bjem Gjakov na shohin, naftojnë për kafe, rrim, ka shumë se edhe me i pa nuk i njohim, emnat e sen dhe gjadim tëna, po shumë nuk e din, shumë i kena përjetu keq.
Gjonat e ushqimit, përmenum pak më herë, nuk ka qenë tonë verës, ndështa me zjanë mi shpër edhe elektrik s'keni pas këtu. A ka qenë vështirë, mi unajt gati aty në gjonave, edhe rrobave, edhe ushqimit, gjellave. Unë në atë kohë nuk jem kanë ardhë halo në këtë shtëpi, dhe më thonë, si më kanë ardhë nuk se halo, më ardhë mas 2 vjeqa, 3 vjeqa, diçka, po, si kur, tani na kanë pas të fakurenti po, gjithë ku dhe më thonë, po kur në i këto kunotat e mija, kunet, këta ma ty folet, ty kalzu për gjenin. Si kanë përjetu? A kanë shumë shpirë. Falemderim, po... Se nuk jem ka, unë jem ardhë mrapa. Po pati s'ka darë, se edhe me pasjenti që të gjona i kështë bo. Po, që ato i kështë abollu, me se na i kina... punotën, dalshë me qitë flinja, joshta. Po. Edhe nuk ish puna 1-2, po dëshke ishin 30-40 vjetë lomën e dit, edhe dalshin edhe kur na pashin ka shesin flinja, dalshin edhe djelt. E qikat, po teze po ju nimojmë edhe dalshim të ne u bëjshëm teze të kokollaj, po bojmë edhe na edhe shumë A beshe edhe në ditë fështira, kur është uniteti, bashkimi, humaniteti, kur është dashnia, mon edhe aty është edhe vullneti. Aja tash, me folë për këtë familje lonë, duhen shumë kohë. Po tash mundësi tona na bojnë të mosh me kaq, jo kaq, po me këtë emision, sa do pak t'i shpalosmi pak kontributin. Tash në fund, jo në fund e zë po, qka ka të mira prej qeverisë Kosovës për juve? Jo që keni përfitu, po s'pa ku mi është përblyje në atë kuptimin e shtetit e kom fjallën. Une atyne, asi gjon, kur jë më do atë dit me ta, të gjithë më kanë thonë... Ja, të lutëm sëtë. Qka gëzëni ju prej statusit? Prej statusit, qka gëzëni? Mua ma kanë lidhë pensionin, edhe djallit mja kanë dhonë statusin e veterinanit. Cilit? Meritonit? Et mundit, po. Edhe... Pa të gjithë kanë qenë këtu? Po, të gjithë. Kunet, a keni dishka jo kunet? A gëzëni dishka? Jo, ai nuk e gëzoni, as vllai tjetër nuk e gëzoni. As ky da se kanë edhe vlla tjetër, on bram sorraj, do të thonë jeton. Këtu jeni konë? Po kanë qenë këtu. Ti kunot? Shpresa? Jo. Nuk e kena bopër, nuk e kena ditë si bëhat kjo puna sa. Nuk e kena bopër këtë punë. Lutëm, na s'po flasmi për juve që e keni bo për një interes. Po tash mos i janë kushtet edhe janë drejtat në një fjallë. Ata që shka kanë bo për ne, masi nes na kanë hup mune, ne kanë folë mirë gjithë ku për ne, dhe ne na do mirë. Cilin muni? Mirë me ta, ata janë djelt e vojzat më të mirë. A është e njoftën kjo shpi me një status, me një epitet, me një dishka, është e njoftën kjo? Alo se kanë njoft, po thirë na kanë mbledhe në gjona ku këna shkuqër. Na veç po bisedojmë. Nuk jem as që zgjedhmi problema, as kur gjo po bisedojmë, lona është a kena drejt. Jo, kem drejt, jem ka foli mirë, faleminderit prej teje, që ke marrë këtë iniciative dhe jardë dhe... Me qitë, paka shumë bele ndrit këtë mundit ty në kësaj familje që kanë dhonë shumë dhe s'kanë morë kur gjo. Po këta tjetra nuk kanë bo për hirë me përfitu për se e kanë bo se atë punë e kanë bo që e kanë një obligim. Adin si shqiptar. Jo, shumë e vërtet kjo. Besa mondi kë Murati kanë deshtë edhe në luft mordë. Mirë po, nësi kemi marrë. Po ta luft se pas kanë qenë. Kontributi, po, në luft kanë dash marrë me pushtë në luft. Luft pas kanë qenë edhe mirë, këtu. po, ma shumë me kemi vlerësu punën e tyne që do, ma shumë nuk kanë desh që tu se sa me pushka atje. Nga kjo shpi ku ka konë luft. E jo veç kjo shpi, po dhe familja. Meriton një muj, po ka shku të Rosa e Zogit, ishte plagos një ushtar nënë, ka shku me Xhavitin, me Arnautin. Gjevatin, edhe e kanë morë me pizgaver. Të gjithë thonë që në o teze pësele e djallin me shku atje, thonë që nëse janë shumë, ke sa këtë po burë marrë do në Serbi atje. Thash hajt teze se me pa shku pra një s'kem që bojmë të shkojnë. Shkoj u këthyën e qonë në spital atje, nuk u doj ke për tyne, kukun. Edhe me major Muratin e me këta, i thonë që në shumë herë që mos meriton rrenë shpe, thonë ke jo, unë do shkoj dhe në kufi atje të kur i për cjellë që në shtorët me makine, a kështu shkoj kënë kom. E tani? A sa konë lufta ja? Po në luft ka qenë, po na kena pas edhe në gratë, gjithë kuj me i pa thonë atë ku ishim shkue. Ka qenë në njofën edhe prej Shkijeu, Sëlmu dhe prej Shkijeu kanë Që kanë ra prej dhe këtu për bovë, në kanë gjujtë si bazë. Këtu jena familja e Murat Regjes, këtu janë vllai jam Zenuni i Ndirë dhe... Dëshmori. Po, a i ko vdek
pe infarkit, po ka qenë luftëtor. Luftar, Po ka qenë luftëtor, ka ndjek pe infarkit të shtëpia. Këtu janë Demiri, këta djelë të ushtrisë, këtu janë Shabani, Gania, Fanoli, Po, Gania, Fanoli edhe Shabani. po. Këta kanë qenë në pikos shtab të luftës është kjo ushtrisë, foto. po. Po. Pikos luft, bravo. Ta këtë fotografi ma kanë qu nga Gjermania me shumë respekt, dashuri Gania, Demiri, Bekimi, Shabani, Naimi, Tomori, Fanoli. Përshëndesim I përshëndesim të gjithë, respekt shumë të E këto gjithë tjerat me foto që i ki këtu? Këtu, Këte i ka kamera edhe spjegoj kushat e këtu është komandanti Haxhia dhe major Murati, të shtëpia ime këtu. Ata kanë orë, po, kanë orë Zemozreni, ha? po, kanë orë dhe kanë najtë tu te i me 13 qershor që ka marru lufta, kanë pas gjitha ata ushtorë me vete. Bon. Tjetra? Këtu është djali jem me një Kosovës që u rreshin në Djali e cili? Meritani. Po. Tjetra? Këtu janë djemë dhe vajza të ushtrisë qërimtare të Kosovës, brigata. Foto e asaj kohë. Po, e asoj kohe. Edhe një Kjo është këtu. brigada 134. Këtu prap djali jam që rreke Cili? i Meritani që rreke me rrugë ushtri. Këtu janë afër shtëpisë time, këtu ka qenë një kosh drithi këtu dhe janë gjithë ushtarë dhe djali jam është edhe i madhi dhe i vogli me ta. Tjetrën? Kanë bë foto. Tjetrën? Këtu, Po i tregove ato. Këtu a kije. këtu janë Gania edhe Naimi edhe une edhe Meritani. Kot luftës, a? Kur ka marru lufta Kur kemi ka marru dalë. Po. lufta. Pak. Këtu kemi dalë kur ka me Ramush Haredinin, kur jemi shku një mbledh dhe kemi pas në Prishtinë dhe na kanë pas ftue buka UÇK-s, kemi dalë aty, kemi bërë disa foto me ata djelë dhe vajza që kemi qenë luftë me ta. Bravo, e lumt. Faleminderit shumë. Emnat e fëmijëve ju kunatat? Orieta, vajza e madhe, djali Oltjan, vajza tjetër Orlinda edhe vajza tjetër Mirlinda. Ani, inshallah me jetë. Faleminderit. T'jujt? Vajza e madhe ka Orvina, e dyta Rabeta, djali i vogli Rigels. Me jetë, vazhdo. E kjo vajza këtu që e ki pronë? Kjo Kjo është Alilit, e kësoj. Kunac, kjo Apo, këtë vajzë du shumë dhe ndën shumë kjo dhe më rrinë pranë. Orlinda. Je në shkollë, po? Gjimnaz. Gjimnaz. Suksese. Ju dy, si të zëtë të shpijës këtu, ju lam pak onash pak, po. Hajde tregona pak, dalë me të tradita. Darsmat për shkrunaj pak, që shënë bon atë kohë në sistemin e Enverit. Na i kemi andru darsmat e nejat e ahengjet në atë kohë, sidomos manifestimet e... Darsmat, një për aloj ljazit, si ljazit mundet. A keni pas drejt me po darsum që është dëni ju? Drejtën e kena. Nuk ka pas drejt që ashtu. Bëshim të shtëpia dosmat. E bëjsh e i farë dosme, i farë i dorje i thub na. Se jo shumë të modhe. Bëshim të shtëpia dosmat. Po, a keni pas... Kana gjetë që dëmë thonë, kur thonë shim vojza, Po, në kohë ne jem konë fmi, dëmë thonë e vogël, e maj mend kur dosmat familjes e me të motrave të mija, edhe prej nga vjen ti? unë jam nga plani, po jam le rrit, jam në Bunjan. A në Bunjan, Në Bunjan, në shatin Bunjan. kam qenë. Një 20 minuta lërë bremsurit me kom. Po, po. Edhe, maj mend të më thonë që a kone e tradita si o konë, i lyshin Me konë. gjithshin konën, me shamit kushe dhe dhe më thonë ja që që shamin e kushe, Knojshin. i gjyshin gishtat me konë dhe knojshin rrethin. A kojshin ato që gjithin Po, konë? kojshin, një A kojshin. kojshin për në me, a kojshin? Tash i kojshin në alot, po bëshin qashtu këshëm. Pak me kep, syt. Kishin shamin Pak e hajgare. shitu në kresë. A marshin ngryk, sukur të na, Po, ta fërmit. ko më Pragun e përpara se... shpijes, dyrekin e shpijes. Për shashto. Kurse ka vite, kënaj se ajo tradita hieke, jena bon evropionat. Kana gjithë që u bëjke veç me gjinin femnore, Femnore. janë konë edhe tamam, për cjellë ke qika kojshin, tash skojnë, tash janë tjera. Janë Po, dhe se më shkun moderne, djerë tash të pak më nër. Se për para të na jetën, kur e martu vajza e kanë qujt jetën ze, të mon një jetë zes të buri. Tash, a konë ke qashtu, asë konë nuk e di. E dim pak ashtu, po, a janë shqit vajzat me paren atë ku? Jo, këtu jo. Kanë hongër paren,
Shtu, të na kanë thonë hupsa. Hupsa kanë thonë. Dhe, me mësit, po, me dha shi ka lek, e ja vazhës. Këtë s'ka pas. A ka pas ilegalitet këtu over kufinit të ju? Tikun, prej aninit knena, prej knenit Po ka anena. pas edhe pe kënhej, ka pas shumë edhe pe anhej, ka pas. A që shenë konë, qëfar tretmoni kanë pas ata që e nërë knena, i Kosovës I shqiptarë? nërë nga Kosova kanë njëllë në Durs, kanë qenë Durs, tikun. Darsmat, une pëdan me apet e tradita, a o duhet me lajmru një darsëm që e bon, edhe sa pe bon, a qysh pe bon, a qysh ka qenë? Atëre nuk i dejmeshin. I thërshin fisin, katunin aty, për dazem edhe, o mlezë gratë e kanë pas vetën, burrat vetën. Ua, më ju, ma eret pak... S'ke pas telefonën atëre. Ja, e kom fjallin prej pushtetit atëhershëm, e ki pas... Ata, A ki komunistat- pas me marrë leje, me bo darsëm a ju? Regjimi komuniste ka pas, i bëshin komunistat bashkë, ta kësien konë persekutum, nuk i shkëshin ata komunistat. A më ti që ki bo darsëm, a duhet me lajmru që ki darsëm edhe sa me thirë, sa me s'me Ja, thirë? ja, s'ka pas ashtu, ja, nuk ka pas ashtu. Këtu e bata qëllim. Ja, nuk ka pas ashtu, ja. Në jodë në sëpët, a ma një men për para, kanë pas oda në sëpët. Po. Oda kanë pas. Oda do mon, burat që Bura, kanë po. Rami Seni, Zogdelia, Baba i tyne, djelve. Din Barami, Po, kanë pos. Baba ju, a ka pas oda? Po, Do dhe me tradiçkën kjo. Me tradiçkën. Këngtarët, a ka pas këngtarë në darsma që kanë Ja, s'ka kënue? pas. Këngtar, Ljodra të pone. Po, lodra ka pas. Tupanit e Ferzëmonikës, Klarinet, po, që të trija janë konë kryesisht. Unë i bona këtë pyetje, jemi një kamp jemi, po tash për fat keq, kemi qenë shumë periuda kohore të ndamë, dhe për atë arsye nuk ndryshon, po diçka, kur je i okupum në shtetin, në regjimin e huj, për të na e kam fjallën, dëmon na kemi pas një cenzurë. Megjithatë, edhe knena nuk o konë ku me di sa let, nuk e di, për atë arsye ju pyeta, pleqt e sëpotit, që në konë të pleqë me zonë, që kanë lëmë fjallë turta, urtarë, sene, a në konë me emën do pleqë? ka me emna, të thash edhe ma para, Rami Seni, A tha ma parë më falë, nështë a dy herë pyta më falë. asi problem, Rami Seni, Zogdelia, Din Barami, që flasë për të lagjës. Po, për lagje. A ka pas në sëpët njerëz që ka lind, ka vdek në Tiranë, s'ka qenë? Shemull. Juve prej... Për Tiranë ka keni shku prej sëpotit, falë që pjo pyti. E sëpotit qas malit, me traget, e në Prej kurit është trageti? Trageti është në fillem demokrati, zëllorit është në do. Ja, kam fjallën për kurë formu liqeni Firzës, me traget që shkuhet. I qenë formuar në partit punës, Po dhe, dhe traketi u mua vonë. A në më vonë si traget. a shka keni shku në Tiranë për bashkë? Shkuar me autobuza dhe makina në mund tepër. Kamiona në mund tepër, kamiona kromi. Tragleta? Po, ja, rrugës ka rrugës qas malit. Ne për vjes qas malit. Jetë e vështirë, nuk o kone leta. Ja, jeta ka në vështirë shumë. Teze, na pi nostalgji si bujna këtë pytje pak a shumë për ato, qka po na tregon pak edhe një humor gjatë luftës, lutem. Edhe një humor pak gjatë luftës, kur i ke morë do sene do gjona, që edhe të na kanë qenë mungesë edhe të ju, shka tu ka do këmas interesanti, që ndështë se ke pas në dorë atë gjonë. gjona që veshin nga Europa, nasë janë konë këtu, edhe i shishe disa artikuj që këtu nuk ishte asë shqitje në atë ku. Ju, për herë Edhe kur parë. vetnin këtu i përdornim na vike çudi nuk duke unë bile këtu te Vegeta gjithmonë kur i them ty në djelë më thonë teze aty kena do Vegeta për ushqim. Unë kujtosha që ajo është Veget për me e bon ushqimin që kur më thonë teze këto janë Vegeta që na duhen për me bon lëngje gjana pije kështu. Thash jo si pas na pas të njëherë. Thash s'po di. Filluan djem dhe qeshin me mua, thanë si është teze, thash jo teze s'ka pas kur, thash thanë jena ka një
Ndryshe ka qenë jeta atëherë, nuk ka pas Coca-Cola te Normal, 90-ën. Te kur ka mungesë. ardhë halla ime pej Gjakove në vitin 91, s'kena pas kur as Coca-Cola, as banana. Ajo ka sjell natë nishin që i dulen letrat e rrertu, na pruni banane, Coca-Cola, do gjona që si kishim pa kur thonë si ka mundësi kafen me kilçe do gjona, e gjona si s'dishim gzim matë madhë se kur ka ardhë halla ime në fillim. Kur i pajshim do gjona në udoke se na kujtojshim kishim një popull i varfër dhe kujtojshim që jena i pasur, po si shim konë kur qysh. Për fat, që të mas keq as mirë. Po jeta kështu. A e marke Prishtinën në atë kohë televizionin me pa ju diçka për Kosovë? Marka si sa. Ko e heri mërke, po s'gudzojshim me lëshue. As gëzeshim me lëshu. Me nu janë tin kush më sheftas, ujke me dotela edhe me shaton kush mujke, po me ta hetut shtishin Me bërë. tu dihet shka na ka prit edhe ne edhe kne, po nese. Qysh do koft, historie nuk gëzojna me anashkalue, ashtu ka qenë, me gjithate është rujt një shtet shqiptar, është rujt një shtet shqiptar. Tash, ti thoi ma heret, para emisionit, kanë hongër ushtarët vetëm buk edhe turshi një Po kohë. edhe turshi kanë lyp. Bukën teze në pa që grim buk thot ose me turshim kanë thonë. Nuk kanë këqyrë, shka me hongër, Jo, shka me as pi, i po e sam. kanë dash lirien. Edhe sam. E kanë dash lirien. O kështu, Luan? Po ashtu ka qenë. Edhe ju, një kontribusi madh, Haliti një vlla dëshmor, këtu ka qenë luftë, vllavi Halitit, apo? Vllai Halitit veti 14, Po, janë rënë prit Serbit, e i ka bon, tani ka djeg, Serbi i ka vra. 14 me herë, një 6 o 7, në nuk e cilin di, ven jenë ra? non steber që atje, po. Edhe, edhe një 6 janë konë në spital në gjendje tronë Baramcur, Emni i vllavit Halitit? Naim Lota ka qenë, Lota, po. Florini vllai Haxhis, një Besim duket, Besim Roma, kanë qenë edhe do djelë tjetër Gjakovës shumë, po nuk i moj mend të tonë. Ata marshin armatim këtu, futshin edhe nga unë e morin se pa deshit, u kthejshin e qojshin armatim në rraf Dugagjinit, u kthejshin prap këtu, marshin armatim, qojshin. Ka 40 kile për zotin me automatike në armatim në shpinë në marshin. Edhe djelë tri shumë, Naimi e Florini kanë qenë shumë bosha të reja. Kanë punë 20 vjeç, 22 vjeça kanë qenë. Shumë, gjona e në konë shumë. Une, Kur kena një për ta e në mërzit e stresuar. Faleminderit. zot. Zotit, edhe respekt për njerë që kanë kontribu, po sidomos dëshmor Zotit ish përbleft i gradoft në atë botë, sa të marrë me frymë, shlirë shumë, që kanë thonë njerës të me, që më dhëna, po thojna. Po, Zotit është përbleft juve për kontributin e ju. Edhe Neve as në faleminderit odhan pe ju. mundësit, për me bo, Faleminderit shumë për sa ju. do pak një gurit vogël, thamë fillim kalat madhe, faleminderit për krejt familjes, edhe ata që nuk janë këtu prezent, Shumë faleminderit edhe për ju. faleminderit për gjithë ushtarëve e ushtareve të dy gjinive, moshku e femna. Kënaqësia ka qenë e jonja që jemi këtu sonte, me një familje, si që prezentum edhe me fillim, po dhe është Zoti që një ditë ta shoh me një plakat, Luan, në këtë shtëpi, si shtëpi muze, Inshallah, shumë shpejt. edhe si familje, me gjitha, s'po thëmë drejtat po me gjithë respektin, me status. Faleminderit. Teze faleminderit edhe një herë, faleminderit juve. Edhe juve shumë faleminderit. Edhe Agim, edhe Ilaz, faleminderit prej faleminderit. zonja Vikunotave, Faleminderit shumë faleminderit edhe prej respekt. djemve, që të kanë porosit edhe prej Anglije, prej Gjermonije, më kanë shkru, Faleminderit. kanë falenderu shumë i përshëndesmi, Shumë faleminderit edhe meritonin prej e mondin e gjithë ata tjerë, edhe fëmijët e ju, përshëndesmi. Familjet e ju e lonë, faleminderit e ju që na keni bo shoqni, edhe Haliti. Pra, javlon radhën rapsatëve cilë nga Gjilani kanë shpreh dëshirë të vinë sonte të këndojnë për hir të kontributit se familje, po për hir edhe që jemi në misionin e parë në Shqipni. Po do të me thonë tash Shqipni se jemi në tokat shqiptare. Nështë as mazini për të modhe, nuk po vej dallim kështu me zemër, po s'paku me ditë ku jemi. Po i prezentojmë rapsat nga Gjilani cilët me dëshirën më të madhe kanë ardhur këtu sonte në këtë familje për ta nderuar dhe për ta nderuar misionin tonë këtë familje. Faleminderit shumë Avni Maliqit, Afrim Lekës, Ismet Latifit apo Ismet Ballances.
2-3 fjala Fremleka për këtë familje dhe për ardhin këtu nuk është keq t'i thojmë, sepse meriton kjo familje për mikpritje dhe bujari dhe kontributi që e folëm edhe ma heret këtë familje. Po, pasë gjëm, faleminderit më së pari prej teje që na kiftu. Faleminderit juve. Me qenë pjesë e këtij programit. Është hera e parë që vinë në fshatin Sopot. Jam krenar, po ndina krenare jam i privilegjuar që po gjindem në mesin e kësaj familje. E ndëgjova pak bisedën, kontributin e kësaj familje, konkretisht zojës teze që po e thirrin. Hate regjaj. Në motimin personal edhe të këtyre kolegëve të falenderoj për kontributin që e ke bë. Është pak kjo që bëhet me një orë program për gjithë atë kontribut Gjan, ty edhe familjes tonë. Shumë faleminderit edhe për ju. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve. Me cilën këngë do ta nisni Ismet Avni Afrim? Me këngën e Tajrës Sinoni. Po se në trëpo jena. Hajde i lumt, hajde i lumt. Ruga jo ka nis me
Hospital,
luton oj klone Martina, po shpezotin e ke mater, snaj kanon ova shko pas mrete. Blidi plaku shabane pokusha, nini devo kajde to bura, Lenol turin hasmitin erham, azen betar me kolno çok len, azen betar me kolno çok len.
dalë si stropojes, flamurtar për lirit Kosovës. Baze luftës edhe qeldreses, ishte shpia ove murat regjes. Bashkë me kërruve, dytë janë vetë, nuk kursin jo malla si jetë. Hapi dyrtë more të shtepis, për djemë trima të liris. Baze luftës për armatim, për të plagosun edhe për strehim. Antenezja zonja shtepis, o ju delëndim, trima tu që këjes. Dihme plageve, roba dhe bukes, e merë titullin tezja luftës. Si të lotet për djemë dhe vojza, ju lidhë plaget gjoku rjedhe. Morat regja birjoj tropojes, si udhër tjeta për lirit Kosovës. Edhe molëti si vigani ju, bon ushqim edhe municion. Dhine për luft, Olga gjitha vonë, meriton ideali o i drejton. Si u të rabësyni prej Serbionit, krah për krah me lutë mejdanit. Zenun hoxha një trim shqiptar, sun dalë kur o me luftetar. Gjitha zonat e tropojes, për liri more të Kosovës. Terezja në sopot, një histori për jetë mot. Një histori pajnë të latë lavutes, gjithë menin o tezja bukes. Histori mori të zelute. O
besohej. Faleminderit shumë. Faleminderit për këto familje. Faleminderit Haxhi Morinës, Osman Matoshit. Faleminderit për pranishmet. Shikues të nderuar, kaq ishte emisioni ynë këtu në këtë familje. Pra ishte nder dhe krenarit jemi këtu sonte bashkë me shokët. I falenderojmë edhe njerë për gjitha shka tham deri sot, Zoti i pagov, Zoti i shpërbleft. Shihemi në emisionet tona të radhës, është pak sa maratonik kjo emision, por ja ka vlet të jemi kështu. Edhe njerë Afrem Avni Ismet faleminderit, mjeshtër i rallë i Qiftelijës. Respekt për familjes. Respekt për familjen. Faleminderit për epitetin.